Shevkat, apo dëgjon? Po, ndëgjoj. Selam aleikum, së pika parë. Ndoshta është e gjatë dallimi me Sahih Buharit dhe Sahih Muslim. Dallimin mes Sahih Buharit dhe Sahih Muslimit, cilat janë dallimet mes tyre? Shikoni, çështja e dallimeve mes sahiheve në fakt ka të bëje me kriteret të cilat i kanë përdorur këta dietarë. Vetëm kjo është dallimi, domethënë. Po jo vetëm mes tyre, po edhe tjerëve. Faktikisht të dytë i kanë marrë vetëm hadithet e sakta. Mirë po, në detajet e kushteve që i kanë vënë për transmetuesit, aty pra kanë dalluar. Kjo çështje i takon disiplinës së hadithit, që do të na mirëte shumë kohë, edhe s'mund realisht ta elaborojmë ne për një emision, dhe është shumë, do të thotë, teknike, çështje teknike, por në përgjithësi ka të bëje me kushtet që çdo njëri nga ata i ka vënë për grumbullimin apo për zgjedhjen e haditheve të cilat i kanë ardhur nga transmetuesit. Përndryshe, Buhariu dhe Muslimi konsiderohen dy përmbledhjet më të sakta të thënieve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, normalisht edhe si libër pas Kur'anit vijnë këto dy për shkak se janë zotuar se do të shënojnë vetëm thënie të sakta. Por kjo nuk do të thotë se çka gjendet jashtë këtyre nuk është e saktë. Jo. Por kriteret ta që kanë vu kritere shumë trepta, edhe shumë hadithe që edhe pse kanë qenë të sakta, kanë ngelur realisht jashtë këtyre, pse nuk i kanë plotësuar kriteret e këtyre që i kanë vu për transmetuesit. Shkurtimisht pra ka të bëje me kriteret që i kanë vënë. Ky është dallimi vetëm mes këtyre dy.